Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollokut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bolloku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëzon dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton me gjithë qenien e tij. Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesin e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si gruan e ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt. Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Jam falënderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burri im punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollok, pasuri dhe mundësi çdo ditë. Financat tona rriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollok. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie. Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollok janë tashmë të mijat. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollokut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bolloku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëzon dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton me gjithë qenien e tij. Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesin e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si gruan e ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt. Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Jam falënderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burri im punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollok, pasuri dhe mundësi çdo ditë. Financat tona rriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollok. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie.
Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollok janë tashmë të mijat. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollokut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bolloku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëson dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton në gjithë qenieen e tij. Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesin e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si gruan e ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt. Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Unë falenderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burri im punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollok, pasuri dhe mundësi çdo ditë. Financat tona rriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollok. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie. Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollok janë tashmë të mijat. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollokut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bolloku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëson dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton në gjithë qenieen e tij. Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesin e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si gruan e ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt. Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Unë falenderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burri im punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollok, pasuri dhe mundësi çdo ditë.
Financat tona rriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollak. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie. Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollak janë tashmë të mijat. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollakut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bollaku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëzon dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton në gjithë qënjen e tij. Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesjen e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si gruan e ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt. Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Unë falenderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burri im punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollak, pasuri dhe mundësi çdo ditë. Financat tona rriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollak. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie. Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollak janë tashmë të mijat. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollakut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bollaku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëzon dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton në gjithë qënjen e tij. Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesjen e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si gruan e ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt.
Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Unë falenderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burim punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollok, pasuri dhe mundësi çdo ditë. Financat tona arriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollok. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie. Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollok janë tashmë të mijat. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollokut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bolloku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëzon dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton në gjithë qënjen e tij. Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesjen e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si grua në ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt. Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Unë falenderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burim punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollok, pasuri dhe mundësi çdo ditë. Financat tona arriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollok. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie. Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollok janë tashmë të mijat. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollokut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bolloku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëzon dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton në gjithë qënjen e tij.
Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesjen e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si gruan e ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt. Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Jam falënderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burri im punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollëk, pasuri dhe mundësi çdo ditë. Financat tona rriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollëk. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie. Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollëk janë tashmë të mijat. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Ky është rituali i përditshëm i dashurisë, respektit dhe bollokut. Unë jam një grua e dashur, e respektuar dhe e bekuar. Dashuria dhe bolloku më ndjekin kudo. Unë jam një grua që frymëzon dashuri të thellë dhe adhurim tek bashorti im. Burri im është narcisisht i dashuruar me mua dhe më respekton në gjithë qënjen e tij. Marrëdhënia jonë është e mbushur me dashuri, butësi e mirëkuptim. Çdo ditë dashuria jonë rritet dhe bëhet më e fortë. Ndjej përkushtimin, vëmendjen dhe përkujdesjen e burrit tim në çdo veprim të tij. Ai më sheh mua si gruan e ëndrave të tij dhe më vendos gjithmonë në qendër të jetës së tij. Komunikimi im është i hapur, i ndershëm e plot respekt. Unë jam burimi i dashurisë dhe paqes në jetën e tij. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, emocionalisht dhe fizikisht në mënyrë të thellë. Jam falënderuese për çdo moment që jetoj me ta dhe për dashurinë që ndajmë. Burri im punon me pasion dhe me përkushtim për të ndërtuar një jetë të pasur për mua dhe familjen tonë të vogël. Ne tërheqim bollëk, pasuri dhe mundësi çdo ditë. Financat tona rriten në mënyrë të natyrshme dhe të qëndrueshme. Jeta jonë është plot stabilitet, siguri dhe rehati. Ne jetojmë në një shtëpi të mbushur me dashuri dhe bollëk. Çdo përpjekje e burrit tim shpërblehet me sukses dhe vlerësim, gjë që na bën të lumtur të gjithëve si familje. Familja jonë është model harmonie, dashurie e begatie. Pasuria rrjedh drejt nesh me lehtësi dhe ne e përdorim me mençuri dhe mirënjohje të thellë. Unë mbështes burrin tim me zemër të hapur dhe me plot besim. Ne ndërtojmë së bashku një të ardhme të ndritur për veten e për fëmijët tanë. Unë besoj, unë dua, unë e meritoj. Kjo dashuri dhe ky bollëk
janë tashmë të mijat. Faleminderit.